Një ditë pas zjarrit masiv që përfshiu pallatin 12 katësh te zona e njohur si Farmacia 10 në kryeqytet, policia ka shpallur në kërkim ndërtuesin e kompleksit Arlis Armand Lilo. Po ashtu është arrestuar administratori i pallatit Agron Sara, menaxherja e marketit Razie Sula, si dhe inxhinieri i kompanisë Enver Ademi dhe Altin Fortuna, kontraktori që ka bërë fasadën. Zjarri dyshohet se ka nisur në cepin e një marketi në disa mbeturina kartoni që i kishin lënë punonjësit e marketit. Zjarri aksidentalisht ka përfshirë mbeturina dhe më pas është përhapur në fasadën e pallatit. Flakët e përmasave të mëdha shkaktuan panik tek banorët dhe dëme të shumta materiale. Këta të fundit thonë se ndihen të pashpresë përballë dëmit që kanë pësuar. Qisha kemi 4 shtëpia, 150.000 euro e kum bler para 2 vjeç. Sa keni bler? 150.000 euro. Me gjithë pajisjet marrë 150.000 euro ka a bë shkrum komplet. E nuk le kush më fut në mrena me pa shtëpinë time. Çka ka? Po, në momentin që ka ndodhur, unë kam qenë në shtëpi, duke qenë se jam student, po bëj ato mësimet e mia dhe vetëm gjatë bërtitura në një moment ky marketi ka sikur pati një shpërthim, një zhurmë dhe aty bëra kurioz se vajta pashë ndritare dhe kur kam parë zjarr, normali që kam mundur që të dalë sa më shpejt. Sipas informacioneve paraprake, raportohen më shumë se 30 apartamente të shkrumbuara. Flakët u favorizuan edhe nga materialet e jashtme të ndërtimit që rezultuan të dobta. Ndërkohë në një deklaratë zyrtare, kompania Arlis thotë se të gjitha punimet janë realizuar duke respektuar standardet më të larta të ndërtimit dhe sigurisë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Megjithatë, shoqëria Arlis Ndërtim, pavarësisht se nuk mbart asnjë përgjegjësi ligjore, por në kuadër të përgjegjësisë sociale si kompani, si dhe angazhimit të saj për të qenë pranë njerëzve që kanë besuar dhe banorëve të prekur, merr përsipër me shpenzimet e saj, rindërtimin e plot të fasadës së pallatit të dëmtuar nga zjarri, si dhe rindërtimin e të gjitha apartamenteve të dëmtuara, duke i kthyer në gjendjen fillestare, pra në të njëjtat kushte që banorët e kanë marrë apartamentin me çelësa në dorë në momentin e dorëzimit. Për të shuar flakët u angazhuan disa mjete zjarrfikëse, forcat të policisë dhe ekipet e emergjencës, të cilat bën të mundur evakuimin e 10 banorëve të bllokuar në apartamente. Në operacion u përdorën edhe shkallët e larta për nxjerrjen e qytetarëve nga katët e sipërme, apo edhe helikopter të forcave ushtarake për të fikur flakët. Rreth 11 persona mbetën të lënduar, kryesisht nga asfiksia prej tymit, ndërsa u transportuan drejt spitalit. Pas disa orësh në luftë me flakët, zjarri u arrit që të fiket, ndërkohë që edhe paraditën e kësaj të mërkure, forcat zjarrfikse hodhën sërish ujë në disa apartamente pasi kishte prezencë tymi. Autoritetet pritet të bëjnë edhe ekspertizën teknike për sigurinë e pallatit për të parë nëse ka rrezik apo jo për banorët.